Mirë, përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridibet, kampionatin kombëtar debatit. Sot në këtë ditë të dytë të fazës eliminatore do të zhvillojmë debatin midis shkollës Ismail Qemali nga Tirana dhe Petroni Luarasi nga Tirana, po ashtu. Një duar ndërkithje për dy skuadrat para se të fillojmë me debatin. Në këtë debat do të kenë kënaqësinë edhe nderin të vlerësojnë performancën tuaj Brisida Sula nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, Lingjet Malli, aktivist i njohur dhe i njohur më së shumti tek të rinjt, kështu që besoj një pjesë e madhe e njeh, por nuk do të ketë favorizime, që do të thotë do të jetë një gjykim sa më i drejtë dhe transparent. Nga ana tjetër do të falenderoj dhe Eugena Gjokën që na është bashkuar përsëri nga Departamenti i Filozofisë, Fakulteti i Shkencave Sociale. Mirë, ju e dini temën, e zbulojmë tani, për cilën do të debatoni. Në debatin e parë të skuadrave, bashkitë në Shqipëri duhet ta bëjnë të detyrueshëm riciklimin për të gjitha familjet brenda fundit të vitit 2026. Kjo është tema. Besoj kemi të qartë, do bëjmë tani edhe ndarjen e qëndrimeve që do të mbajnë të dyja skuadrat, kështu që do të ftoj Joanin për të bërë përzgjedhjen e qëndrimit në këtë debat parë, pastaj do të ketë drejtën e zgjedhjes shkolla Petroni Luarasi në debatin e dytë. E drejtojmë nga kamera. Kundër, pro do të jetë Petroni Luarasi në këtë debat të parë, nga ky moment do të keni 7 minuta kohë përgatitore. Mirë, bëjmë gati tani, fillojmë debatin e parë. Do të filloj skuadra që mbajnë qëndrimin pro, Petroni Luarasi, do të vazhdoj pastaj skuadra që mbajnë qëndrimin kundër, Ismail Qemali. Për temën bashkitë në Shqipëri duhet ta bëjnë të detyrueshëm riciklimin për të gjitha familjet brenda fundvitit 2026. Mund vijoni. Duhet të ngrihem? Okej. Të nderuar gjyqtar, kundërshtar dhe kush është i pranishëm. Sot jemi këtu për të mbajtur qëndrimin pro temës që bashkitë në Shqipëri duhet të bëjnë të detyrueshëm riciklimin për të gjitha familjet brenda vitit 2026. Ky nuk është thjesht një propozim teknik, është një thirrje urgjente për ndryshim ndaj një problemi që prek çdo qytetar, ndotja dhe keq menaxhimi i mbetjeve. Ndër vite Shqipëria ka qenë një krizë të thellë mjedisore. Jemi një vend ku sasia e mbetjeve vit pas viti është në rritje, ndërsa niveli i riciklimit është jashtëzakonisht i ulët. Kjo si pasojë e edukimit minimal gati non-ekzistent të qytetarëve, sidomos në zonat rurale dhe periferike të vendit. Nëse neve nuk marrim masa të qarta dhe të detyrueshme, ky problem do jetë veç në rritje. Ne besojmë se ligji është mjeti më i fortë për ndryshim. Duke bërë riciklimin detyrueshëm, bashkive i mundësohet një bazë ligjore për edukimin dhe informimin e qytetarëve. Riciklimi nuk është vetëm një proces pastrimi, është një edukat edhe një informim edhe një kulturë që secili nga ne duhet ta integrojë dhe ta zhvillojë tek vetvetja. Faleminderit. Përshëndetje, fillimisht do doja të ndalesha pak të ajo që ju thatë dhe nuk mund bie dakord me atë që ju thatë sepse ju e përmendët edhe vetë që edukimi është minimal për sa i përket riciklimit dhe nuk mund të aplikohet kjo gjë kur qytetarët nuk janë ende të edukuar për këtë gjë. Nga ana tjetër kemi dhe faktin se industria nuk është mjaftueshme e zhvilluar për të aplikuar për riciklimin dhe për ta bërë atë të detyrueshëm. Ne mbështesim se pra riciklimi nuk mund të bëhet i detyrueshëm për për gjitha familjet brenda vitit 2026, sepse sipas KLSH-s në vitin 2022 vetëm 11 bashki kishin kosha të diferencuar, ndërsa Instat në vitin 2023 na raporton se nga 61 bashki vetëm 13 prej tyre kishin kosha të diferencuar. Por më tepër që në zonat rurale nuk ka sistem të pastrimit të rrugëve apo në disa zona madje nuk ka as kosha për grumbullimin e mbetjeve. Kështu që ne nuk mund të detyrojmë qytetarët që të
ta bëjnë riciklimin të detyruar, kur kushtet që kemi janë shumë të vështira, sepse detyrimi pa infrastrukturë është thjesht diçka që nuk mund të realizohet. Përshëndetje, quhem Frenki Ismaili dhe pas një dëgjimi të vëmendshëm të argumentit tuaj, nuk bie dakord me qëndrimin tuaj. Vendi jon po mundohet të rrisë turizmin dhe po sheh përfitime nga kjo gjë, si në vitin 2023 kur shënuam shifrën rekord prej 10 milion turistësh. Turistë nga çdo vend i botës, e sidomos nga Europa, po vizitojnë çdo ditë më shumë vendin tonë. Për këta turistë, sigurisht që po pyren drejt destinacioneve të gjelbra, siç janë Kroacia apo Slovakia, të cilat e kanë zbatuar këtë politikë riciklimi prej kohësh, vendet të rajonit tonë. Madje, sipas një raporti nga UNEP, vendi jon do të tërheqë 20% më shumë turistë në vit në sajt të kësaj politike riciklimi. A nuk është kjo pikërisht çfarë ne duam? Një mjedis më i pastër dhe një rritje ekonomike? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Glora Ajdere, përfaqësuese e klubit të debatit të Gjimnazit Ismail Qemali, dhe do të thoja që kjo që ju thatë duhet të bazohet në ato që ne ndjekim në disa bashki. Bashkitë përgjithsisht aktualisht në Shqipëri janë të paafta ekonomikisht për të balluar një riciklim efikas. Implementimi i një plani kombëtar efikas për riciklim është i kushtueshëm, duke parë ekonominë siç përmend aktuale dhe duke kapur në disa aspekte si në logjistik, në teknologji, në staf dhe në trajnime. Bashkitë nuk kanë staf të specializuar për të bërë riciklimet në Shqipëri. Sipas KLSH-s në vitin 2023 u vure se ligjet që aktualisht janë në Shqipëri nuk po zbatohen. Imagjino më ligjet e reja më të avancuara. Doja të shtoja dhe një raport tjetër sipas CoStar dhe UNPD-s, 62% e qytetarëve nuk janë të informuar mbi riciklimin. Faleminderit. Përshëndetje, jam Neo Hajdinaj. Faleminderit për argumentet tënë, por duhet përmend që Shqipëria, si një vend kandidat për BE që është, ka vendosur disa objektiva në përputhje me standardet evropiane. Bashkimi Evropian parashikon për shembull të arrijë 55% riciklim deri në vitin 2026. Mënyra më e mirë që kemi për të arritur këtë standard është nëpërmjet masave të detyrueshme për çdo qytetar në lidhje me mënyrën si e ndajnë mbetjen në burim. Nëse kjo nuk është e detyrueshme, qytetarët nuk do të veprojnë aq shpejt sa duhet për të kapur standardin. Kjo, 1. 2. Duke patur parasysh që Shqipëria aktualisht riciklon vetëm 18.8% të mbetjeve urbane, jemi vendi më i ulët në rajon për këtë. Duke marrë masat të detyrueshme, jo vetëm që kemi raporte më të mira në planin tonë për futjen në BE, por kemi edhe përfitime ekonomike dhe mjedisore. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Marti Daja, antar i klubit të debatit të shkollës Ismail Qemali. Fillimisht doja të theksoja se ka një arsye pse Shqipëria nuk është pjesë e BE-s, pra ju thatë se ka shumë avantazhe që do të vinin nga antarësimi dhe se ka kriteret që ne duhet përmbushim duke përmbledhur temën për cilën po flasim, por ka vështirësi për realizimin e këtyre. Dhe Shqipëria ka akoma një rrugë shumë gjatë për të bërë para se të arrijë atje. Vështirësitë i përmendëm përpara. Gjithashtu, nuk do të lija pa përmendur edhe një pikë tepër të rëndësishme që do të ishin parashtuar financiar për familjet, sidomos në zonat rurale. Dua të bëj një krahasim me Italinë, një vend shumë më i fuqishëm ekonomikisht. Në vitin 2020, një raport i ISPRA tregon se ekonomia do të rëndohej për familjet duke rritur tarifat me 8 deri 15%. Një vit më vonë, në 2021, kjo gjë u implementua dhe vërtet, siç po pritej, tarifat u rritën me 10 deri 15%, çka sigurisht solli pakënaqësi të madhe në popullsi. Prandaj doja t'rregoja se bara e rënd financiare është një aspekt që nuk duaj lënë pa përmendur. Përshëndetje. Okej, dëgjoj. Unë jam Matjel, më quaj Matjel, dhe duke dashur me që niset me statistikat për të qenë morë edhe për shembull Italinë. Italia vërtet është një shtet vërtet më i zhvilluar ekonomikisht, por po të marrim një shtet të kulturës tonë ballkanike, që është Rumania, nuk ka qenë asnjëherë fuqishme ekonomikisht, nuk ka pasur asnjëherë një epërsi mbi ne, ka qenë në një nivel me ne, madje kemi shumë për të përbashkëta. Ata e kanë arritur tashmë këtë standard, kanë vendosur standard të riciklimit mbi 90% dhe tashmë e plotësojnë këtë standard. Gjithashtu, duke mos dashur të jem komplet me statistika kompjuterike, futemi tek ajo çfarë vërtet kemi nevojë. Kemi nevojë të mbrojmë shëndetin, kemi nevojë të mbrojmë mirëqenien e njerëzit dhe të kemi nevojë të mbrojmë shoqërinë. Duke nisur nga kjo, mungesa e riciklimit është për hap, siç e dim, domethënë është një informacion që çdo kush e di, për hap mikroplastik dhe kimikale të dëmshme në mjedis. Kjo çon në ndotjen e ujrave, mbi 80% e tyre janë të ndotur dhe një dëmtim më i madh për brezin e ri. Faleminderit.
Atëherë përshëndetje, unë jam Lena Spahiu dhe jam përfaqësuese e klubit të debatit nga Gjimnazi Ismail Qemali. Atëherë, ju thatë se kishim përhapjen e mikroplastikës dhe mineraleve të dëmshme dhe do të ndalesh atë kjo. Atëherë, një sondazh nga UNDP Albania i vitit 2021 tregon se vetëm 18% e qytetarëve dinë si të ndajnë mbetjet në burimet e tyre. Kjo është një shifër alarmante, e cila tregon se mungon kultura e riciklimit dhe se pa patur edukimin e duhur, ne nuk mund të detyrojmë, pra nuk mund të kemi një ligj të detyrueshëm pa patur edukimin e duhur. Duke mos patur informacionin e duhur, qytetarët mund të gabojnë ndarjen e mbetjeve, mund të gjejnë mënyra për të anashkaluar sistemin dhe gjithashtu mund të kundërshtojnë ligjin. Për ta bërë më prekse dhe më reale, kam një raport nga UNICEF Albania i vitit 2022 i cili tregon se vetëm 1 në 4 shkolla të Tiranës përfshin temat mjedisore në kurrikulën e tyre mësimore. Pra, nëse nuk kemi një edukim të qëndrueshëm mbi këtë çështje, atëherë njerëzit nuk do ta kuptojnë kurrë rëndësinë e riciklimit, do ta bëjnë detyrimin formal dhe jo real. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, që Martilda Dellari, të falenderoj për argumentin tënd dhe gjithashtu të falenderoj shumë që prekën UNICEF-in. Unë si një nga ambasadorët rinor të UNICEF Albanias, di t'ju them me shumë kënaqësi dhe me shumë përpikëmëri që UNICEF Albania është duke zhvilluar programe të reja për kauzat sociale dhe kauzat natyrore që ju sapo i përmendët. Një nga këto është YouReport, ku pyeten mbi 17.000 të rinj të reja në vendin tonë dhe ku edukohen me pyetje dhe me informacione të ditëpërditshme mbi edukimin natyror dhe mbi riciklimin. Dhe ju përmendët që Shqipëria ndoshta nuk i ka këto mënyra ose nuk i ka me të vërtet aftësitë për ta bërë këto brenda pak muajsh. Por le të marrim një shembull të para 20 vjetëve. Ne duam ta bëjmë 2026-ën. Gjermania këtë ka bërë 2006-ën, duke përdorur një sistem që quhet fund, ku të gjithë përfitonin. Nëse ti blie një bidon pije dhe rikthehen në market, i merr 25 cent. 25 cent i merr ti, përfitim për familjen tënde. Por ato përfitime shkonin gjithashtu dhe për kompaninë që i prodhonte gjitha këto kanaçe dhe gjitha këto mbetje riciklueshme. Pse mos ta bëjmë dhe ne këtë gjë? Faleminderit. Përshëndetje, jam Antina Gjakova, përfaqësuese e klubit të debatit Gjimnazit Ismail Qemali. Ju vërtet sekët se për Gjermaninë, por sa ishte kozgjata e bërë në Gjermani në 4 vite kohë, sepse ata janë një vend më tepër i zhvilluar se ne. Doja të vazhdojmë një tjetër argument në mbështetje të tezës sonë, ku krijimi një ligji për riciklim të detyrueshëm pa përgatitjen e duhur sociale dhe institucionale mund të sjellë më shumë dëme se sa përfitime. Nëse ky ligj do të shoqërohej me gjoba dhe penalitete për pa një fushat të gjerë informimi, do të krijonte pak kënaqësi popullore dhe reagime të ashpra. Shumë për këtë është Franca në vitin 2019, ku në Paris një ligj për ndarjen e mbetjeve të detyrueshme u pezullua për shkak të një proteste që bën banorët, sepse nuk ishin informuar siç duhet dhe u përballën me gjoba të cilësuara të padrejta. Në Shqipëri kjo është situata është më ndjeshme, sepse institucionet janë më të brishta dhe mungon zbatimi i drejtë i ligjeve. Kjo do të sillte një rrezik të madh, sepse do të kishte abuzim, gjithashtu dhe do të kishte pakënaqësi nga populli. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Eliza Matushi dhe jam pjesë e klubit të debatit të Gjimnazit Petronini Luarasi Tiranë. Unë jam shumë falënderuese për argumentet tuaja sepse vura re një përsëritje goxha të qartë të aspektit se kishte një mungesë ndërgjegjësimi nga ana e rinisë shqiptare. Në momentin që ka një mungesë ndërgjegjësimi nga ana e rinisë shqiptare, a nuk mendoni se është koha që ne të bëjmë një ndryshim? A nuk mendoni se po të vazhdojmë të ankohemi, ne do të mbesim gjithmonë në një vend? Fakti se Shqipëria gjendet përballë një krize mjedisore nuk është një paralajmërim i largët, por është realitet i afërt. Në hapësirat publike të shtetit shqiptar, ne gjejmë hapësira të mbetura, plot me mbeturina. A është kjo standardi? A është ky standardi për BE? A është kjo Shqipëria që ne duam? A është kjo Shqipëria e të ardhmes son? Përmendim faktin se 80% e mbetjeve sipas Agjencisë Kombëtare të Mjedisit do të përfundojnë në landfille dhe në hapësirat mjedisore. Krahas kësaj, Shqipëria ka edhe mesataren më të ulët të riciklimit në të gjithë Europën, vetëm 15%. Krahasuar me Bashkimin Evropian që është 47%. Kështu që në vend që ne të ankohemi për sa i përket mungesës të ndërgjegjësimit, është koha që ne të bëjmë një ndryshim për të mirën e vendit tonë. Përshëndetje, jam Erila Dragjoshi dhe në mbështetje të klubit të debatit të Ismail Qemalit, dua që
Duhet të ju të sekët që ne përmendëm vetëm problemet dhe unë dua që të them që ne përmendëm dhe infrastrukturën dhe jo vetëm shoqërinë. Jo vetëm rinia, por edhe mosha e drejtë nuk mund ta implementojë aq shpejt. Gjithashtu dua që të jem në mbështetje të tezës time, riciklimi i detyrueshëm është i domosdoshëm, por për shkak të përhapjes së korrupsionit në nivele vendore dhe për shkak të mungesës së kontrollit efektiv, kjo bëhet e pa Kjo bëhet e pamundur. Sipas organizatës ndërkombëtare të korrupsionit International Transparency dhe rrjeti investigativ BERN kanë treguar se shpesh herë kontratat për mbledhjet janë abuzive dhe jo transparente. Pra riciklimi i detyrueshëm pa një sistem të rregullt dhe të mirë menduar kontrolli është vetëm një mënyrë për fitimin të mirë menduar. Përshëndetje, unë quhem Desart Meço, ju falenderoj për argumentet tuaja. Është e vërtetë që vendimi për ta bërë të detyrueshëm riciklimin ndikon në ekonomi, por sipas nesh, riciklimi i detyrueshëm është një zgjedhje e zgjuar për të ulur kostot publike dhe për të përmirësuar jetesën e qytetarëve. Sipas një raporti të Bankës Botërore, trajtimi i 1 ton betjeve të përzjera i kushton një bashki 120 euro, ndërsa trajtimi i 1 ton betjeve të ndara për riciklim i kushton një bashki maksimalisht 50 euro. Le të marrim si shembull Tiranën, e cila prodhon 450.000 ton mbetje në vit. Po të kishim ndarje të mbetjeve që në burim, bashkitë do të kursenin miliona euro. Fonde këto që mund të shkonin për arsim më të mirë, ndriçim më të mirë apo transport më cilësor. Prandaj, ju ftojmë të mendoni në mënyrë racionale. Kur kemi në dorë një zgjedhje që përmirëson jetën e qytetarëve, pse të vazhdojmë të harxojmë para për një sistem që në fund të ditës nuk na çon përpara? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Marina Zoto, përfaqësuese e klubit të debatit të Gjimnazit Ismail Qemali. Ju me vërtet përmendët shifra shumë të larta, por a është vërtet Shqipëria e aftë që t'i përballojë këto shifra? Dua të kaloj tani tek një këmbvështrim i mbi këtë temë. Si fillim ne duhet të shohim a janë të afta të gjitha zonat e Shqipërisë për ta bërë riciklimin. Aplikimi i riciklimit të detyrueshëm në të gjitha zonat e Shqipërisë njësoj është e paarritshme. Kjo pasi në fshatra apo zona të thella të Shqipërisë, si në Konispol, Kukës, Puk, mungon infrastruktura e duhur. Mbetjet në këto zona nuk mblidhen rregullisht, jo më të riciklohen dhe kjo duket qartë nga të dhënat e Instat, të cilat tregojnë se vetëm 36% e mbetjeve mblidhen nga shërbimet përkatëse, ndërsa në disa zona të tjera kjo shifër bie deri në 20%. Pra, nëse ne nuk kemi kushte të duhura infrastrukturore, ekonomike dhe shoqërore në të gjitha vendet e Shqipërisë njësoj, atëherë kjo do të thellojë pabarazit midis këtyre vendeve. Ajo që realizohet në Tiranë, në Korçë apo në zona të tjera të Shqipërisë nuk mund të realizohet njësoj në Tepelen apo vendet që përmenda më përpara. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Dardan Spahia dhe do e përmbyll anën pro të këtij debati. Sot Shqipëria po përballet me një krizë që nuk injorohet dot më. Çdo ditë qindra tonelata mbetjesh po rrjedhin në lumenj, male e dete, duke dëmtuar ambientin ton, turizmin edhe shëndetin. Gjatë debatit, thatë se industria nuk mjafton, por kur kapaciteti industrial për riciklim është gati 500.000 ton, edhe vetëm 27.8% të saj përdoret, si mund të themi që industria nuk mjafton? Ne nuk kërkojmë një barë, por një përgjegjësi kolektive. Riciklimi i detyruar nuk është ndëshkim, por është një investim në të ardhmen. Një vend që pret të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian nuk mund të mbështetet më në vetëdijen vullnetare. Le të mos presim për një katastrofë klimaterike për të ndryshuar. Le të veprojmë tani. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Andreu, përfaqësues i klubit debat Shkollës Ismail Qemali. Ju vërtet në fjalën tuaj të fundit përmendën katastrofën. Edhe në Shqipëri ka disa institucione përgjegjëse që merren me pastrimin e lumenjve dhe me të gjithë ndotjet që ndodh. Por dua ta nis me atë që ju e nisët në fillim, që folët për ligjet. Vërtet ka ligje që janë shkruara shumë mirë në Shqipëri dhe shkruhen bukur. Por dua t'ju marr një shembull konkret. Nëse e mbani mend, para disa vitesh u mor një ligj për një nisëm që u zbatua në ligj për
mos përdorimin më të qeseve plastike. Nëse do shkosh sot në gjithë dyqanet e Shqipërisë ka përdorim qeseve plastike dhe këtë kam të bazuar në një argument nga Eco Albania në vitin 2023 që thotë që 65% e këtyre dyqaneve të vogla ku ne marrim shërbimet akoma të vazhdojnë të përdorin qese plastike. Vërtet kjo që thoni ju për riciklimin dhe të jemi pjesë e BE-s është diçka ideale, është shumë e bukur, dakord. Por kjo nuk mund të realizohet dot. Ju harroni diçka që është kozjatja. Sot jemi në vitin 2025 edhe t'ja bëjmë të gjithë bashkive deri në vitin 2026 nuk mund ndodhi dot. Faleminderit. Faleminderit dy skuadrave. Doni një duar trokitje. Do vazhdojmë tani me debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë debat do të kemi një përballje midis Joanit dhe ma kujto pak Artildit. Pastaj më shkruaj. Zgjedhim qëndrimin tani përsa i përket temës. Temën do e zbulojmë pas pak. Po, do zgjedhim qëndrimin. Po. Ta ndryshojmë pak formatin, t'ja bëjmë suspans. Pra, ndërsa qëndrimi i Joanit do t'jetë kundër, temën e përzgjedh Juria. Besoj se këtu ishim, i kemi parë. Brisin. Kjo e mira. Emigrimi është zgjedhja më e mençur për të rinjt shqiptar. Pro do t'jetë shkolla Petronini Luarasi, ndërsa kundër do t'jetë Ismail Qemali. Emigrimi është zgjedhja më e mençur për të rinjt shqiptar. 7 minuta kohë përgatitore për të dy. Padyshim edhe për skuadrat që duhet ndihmojnë liderat. Bëhemi gati për debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje përsa i përket temës emigrimi është zgjedhja më e mençur për të rinjt shqiptar, pro dhe kundër. Mund të filloni. Atëherë përshëndetje gjithëve, që Martila dhe Lari dhe do përfaqësoj Petronin Duarasin në debatin e liderave. Në këtë takim soçëm, si fillim doja ta nisja duke uruar palës kundërshtare shumë sukses në këtë debat, gjithashtu dhe ekipit tim. Ne do të përfaqësojmë anën pro, pra emigrimi është zgjedhja më e mençur për të rinj shqiptar. Të qenit i ri në Shqipërinë e viteve të sotshme është, domethënë, një problem aq i madh dhe një lodhje aq e madhe sepse ne përballemi me shumë zgjedhje. Është vërtet që në Europë përballemi me shumë zgjedhje. Unë personalisht jam një maturant dhe jam në muajin maj dhe akoma, dhe pse pasi kam bërë zgjedhjen për çfarë duhet vazhdoj, kam akoma panikun dhe tmerrin e madh. A është kjo zgjedhja ime e dur? Dhe a duhet vazhdoj në këtë vend? Duhet të shkoj në Spanjë, duhet të shkoj në Francë ku kam xhaxharin që po më thotë që shiko, tek unë do jesh më mirë sepse unë e kam bërë një herë këtë rrugë dhe di se çfarë do të ndodh dhe potenciali yt është shumë i madh për të qenë në një vend që universitetet tim më të mirë nuk e ka as në listën e top 500 universiteteve më të mira në Europë. Emigrimi do të thotë lëvizje e popullatave jashtë vendit. Emigrimi për asnjë arsye nuk do të thotë që nëse unë nesër vendos që shpërngulem në një vend tjetër që nuk është Shqipëria, nuk do thotë që unë të mos kthehem në një të ardhme të afërt apo të largët për të dhënë kontribut përsëri në vendin tim, ndoshta me maturuar, ndoshta me një botë kuptim më ndryshe dhe me aftësi të reja që vetëm mirë do t'i bëjmë vendin tim. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Joani, u prezantuam shpar edhe bashk me ekipin e Petronil Luarasit, si fillim dhe unë dua t'ju uroj suksese gjithashtu edhe ju. Ju e nisët argumentin tuaj duke përmendur shumë zgjedhje, që të kesh shumë zgjedhje është gjë e mirë, nuk është gjë e keqe. Dhe ju bët një krahasim tuaj që ju si vitit 3 që jeni duhet zgjidhni se në cilin universitet doni të shkoni, edhe përmendët që xhaxha juaj ju fton të shkoni në Francë. Dua të bëj një pyetje se kjo është gjë kryesore për gjithë të rinj që largohen, se si ata ndihen kur largohen, braktisin në familjen, braktisin prindrit, jo braktisin në sensin që nuk do të shikohen më kurrë apo nuk do flasin, po nuk jam bashk, nuk i thon njëri tjetrit mirëmëngjes, duke qenë ngjitur, duhet ta thon këtë nga ana virtuale.
Dhe doja të bëja një pyetje. Ju vërtet ju pyeti Xhaxhai që duhet vini aty sepse është më mirë. Po a mund ta pyesni dot se si është ndjerë në fillim ai kur ka shkuar aty? A ka patur paragjykime? Të gjithë shqiptarët që pas viteve 1990 kur ka filluar eksodi masiv i largimit shqiptarëve ka patur shumë paragjykime. Shqiptarët janë parë nga forma nga më të ndryshmet. Nuk dua të kujtoja absolutisht deklarata të famshme siç kanë qenë në parlamentin italian gjatë viteve të tmerrshme për Shqipërinë 97 që duhet të hidhen det, apo dhe deklaratat e fundit të një pseudo përfaqësuese të shtetit britanik, një person që vetë ajo ishte emigrante dhe fliste për emigrantët në atë lloj mënyre, dhe ju përmendët diçka tjetër që thatë, nëse ne largohemi do vim prapë në Shqipëri. Pse nuk ka ardhur Xhaxhai juaj? Sepse shumica atyre që largohen për mos u kthyer më kurrë në Shqipëri. Por rinia duhet të qëndrojë në Shqipëri, sepse rinia është ajo që është forca dhe motori i një shoqërie, ka të gjithë idealin brenda dhe rinin duhet ta mbajmë këtu dhe të japim maksimumin për të bërë Shqipërinë dhe jo për të bërë Europën. Ne kemi shumë raste që ne i themi me krenari, por në fakt është keqardhje. Jo të gjithë ata që kanë shkuar jashtë kanë bërë për Shqipërinë, kanë bërë për shtetet e huaja. Faleminderit. Atëherë të falenderoj Joan për argumentin tënd, si nga ana ime, si nga ana Xhaxhai tim, jam shumë i sigurt që do ndjej lumtur që përfshi në një plot, në një raund debati të tërë. Doja të vazhdoja prapë me Xhaxhain. Ai ndjeu që ishte një aventurë dhe ndjeu që ishte një vendim shumë i mirë për të bërë, sepse është mentaliteti ynë shqiptar që na thotë që ne duhet të rrim deri 30 vjeç me prindrit, të martohemi, të jetojmë po aty me prindrit dhe pastaj të vazhdojë ky cikël deri në pafundësi. Por në fundit, individi ka lindur jashtë dëshirës tij. Unë nuk doja të lindja. Nuk kisha se si ta thrisja që dohet lindja. Nuk doja që emri im të ishte Artil, ndoshta doja një emër tjetër. Por asnjëherë njeriu nuk duhet të imponohet dëshira e tij. Dhe në fund të ditës unë e di më mirë se çfarë është më e mira ime se sa ju, se sa çdo kush tjetër. Siç e ju e dini më mirë se çfarë është e mira juaj. Pas sfida do thosha një nuk ka rritje. Është vërtet, kudo që të shkosh, ndryshimi që nga gjimnazi deri në universitet do të jetë i vështirë, sepse jemi mësuar ndoshta me mësues që ishin shumë pranë nesh, ndoshta me një shoqëri që shpërndan në vende ndryshme, ndoshta me drejtime të ndryshme. Shoqëri lidhjet vjetra prishen dhe të reja formohen. Por do t'ju thosha që shqiptarët detyrohen të zgjidhin me mençuri, sepse të emigrosh dhe të bashkohesh me një kulturë tjetër, të krijosh një jetë të reja, ndoshta të kesh rritje financiare, është me të vërtet një zgjidhje e dur. Është një sfidë, por një sfidë që të ndihmon në rritjen tënde, pasi ky është vetë qëllimi i jetës, të rritesh. A nuk do të ishte e mrekullueshme, sepse globalizmi tani është diçka që po ndodh, shumë e prekshme për gjithë ne. Unë nuk kam nevojë që të shkoj në Itali për të ngrënë pasta. Ju nuk keni nevojë për të shkoni në Meksik që ta ham taco. Globalizmi është diçka që po ndodh. Dhe pse mos ta përqafojmë dhe të bëhemi pjesë e saj, pa kundërshtime. Dhe duhet ta përmend një herë, të emigrosh nuk do të thoshin nuk do të kthehesh këtu dhe do doja të kujtoja temën që emigrimi është zgjedhja më e sigurt dhe e zgjuar për të rinj shqiptar. Po vazhdoj direkt, por mos ta kaluar debatin siç e bëm dhe shpar, ju e nisët direkt për mentalitetin shqiptar. Kur përmendim këtë qasjen shqiptar, kjo është shoqëria që ne përfaqësojmë sot, se shqiptar kanë qenë edhe në kohën e Skënderbeut dhe ka patur tjetër mentalitet, shqiptar kanë qenë edhe vitet më përpara që nga Iliria, Pellazgia e të gjitha. Ky është mentaliteti që ne përfaqësojmë sot. Dhe nuk e bëjmë ne u lindëm. Po vërtet do lindim se do riprodhohet, se i bie pastaj nëse s'do ketë më lindje bota të shuhet. Nuk erdhëm me dëshirën tonë të plot sepse nuk e kishim vetdije në atë periudhë. Tani e kemi dhe duhet zgjedhim gjën më të mirë. Dhe gjëja më e mençur është të mos emigrojmë, sepse ka një sër arsyesh. Duhet ta nisë me atë që thatë ju vetë, që është kultura e re që do marrim dhe globalizmi. Globalizm dakord është për qafosh kulturat e reja, po jo të harrosh kulturën tënde. Globalizm nuk do të thotë që ne të gjithë të marrim mudhën e emigrimit dhe të shkojmë në të gjithë vendet e botës, por ta boshatisim Shqipërinë. Nuk është ky globalizmi që sot po shohim ne. Unë dua t'ju përmend disa fakte që janë boshatisja e fshatrave shqiptare. Qofse do shkosh sot, kemi një boshatisje alarmante të fshatrave shqiptare. Në çdo fshat që do shkosh, në të gjithë emisionet që bëhen, që ne mund të shikojmë sepse janë vetëm burim që mund të marrim tani që kemi dëgjuar, ato fshatrat janë tërësisht bosh, janë pa rini. Aty nuk ka më zhvillim.
ato po mbesin në vend numro. Kur ne sot shikojmë edhe disa shembuj të tjerë që janë të pakët, nëse ne do investojmë vetë këtu, ta bëjmë ne ekonominë tonë, do bëjmë një ekonomi sa më të mirë, duke hapur qoftë edhe bujtina të vogla, ato shtëpitë e vogla në fshatra të kthehen në bujtina, janë të gjitha ekonomi, janë përfitime për Shqipërinë dhe për ekonominë e Shqipërisë. Ne duhet ta shohim të ardhmen tonë me mençuri, dhe mençuria jonë është se ne kemi lindur në këtë, mençuria jonë është që ne duhet ta zgjedhim këtë sepse duke nisur që në fillim ne kemi lindur këtu, Zoti na e dha Shqipërinë dhe Shqipëria na bekoi me emrin shqiptar në të gjithë qasjen tonë. Të falenderoj për argumentin tuaj dhe kuptoj qasjen tuaj patriotike dhe jam shumë dakord me qasjen tuaj patriotike, por duke u larguar ne nuk jemi më pak shqiptar apo jemi me një mentalitet tejet europian nëse unë shkoj në një vend tjetër. Unë jap për reprezantimin tim më të mirë për vendin tim dhe jap një shembull të shkëlqyer. Sepse sa herë që ne shkojmë jashtë, ne shohim shqiptarë që na bëjnë shumë e më shumë krenar. Qoftë këngëtarët, qoftë sportistët, qoftë shkencëtarët, qoftë nuk e di, a keni përdorur ndonjëherë për të bërë detyrat e shtëpisë ChatGPT-n? Apo ChatGPT ishte bërë nga një shqiptare. Okej, ky është një kontribut ndoshta që ne japim për botën dhe jo për vendin tonë. Dhe ju thatë që problemet në Shqipëri nuk ndoshta ka goxha probleme, si për shembull bushatisja e fshatrave. Por po sigurisht të thosh edhe në Itali ka fshatra që shesin shtëpi nga 1 euro vetëm për të bërë njerëzit që të jetojnë aty. Ky është problemi i shpopullimit nga zona rurale në vendet dhe në qytetet. Ndoshta kjo është një temë debati për një herë tjetër, por duke vazhduar të njëjtën rrjedh logjike. Shqipëria ka probleme. Nuk po them që vendet e tjera janë perfekte, por momentalisht janë më mirë. Dhe ne si njerëz mendojmë për momentin, mendojmë për të ardhmen, mendojmë për fëmijët tanë. Nuk do të thotë që ne nëse ikim në një vend tjetër nuk do të rikthehemi më prap. Por cilësia më e lartë e arsimit, cilësia më e lartë e shëndetësisë, meritokracia më e lartë dhe më saktë, ndryshe nga meritokracia e munguar në Shqipëri, qoftë për talentet e reja, qoftë për pensionistët, na bëjnë gjithmonë më shumë të shtyhem dhe të vazhdojmë dhe të shohim për një ardhmë më të ndritur, patjetër për veten dhe për fëmijët tonë. Faleminderit. Dua ta nis me një sqarim si fillim, shqiptar lind dhe shqiptar do vdesësh, nuk është ky problemi, edhe dua të vazhdojmë atë që përmendët ju, unë përmend edhe pak më parë vet, që ka vërtet shqiptar me persona me origjinë shqiptare, si këngëtar, futbollist, në çfarë do lloj profesioni dhe Mira Murati që ju përmendët që na ka bërë krenar, po të gjitha këto përfitime nuk kanë shkuar për Shqipërinë. Ata kanë vetëm origjinën shqiptare dhe kjo është një krenari e jashtëzakonshme për ne, absolutisht. Po përfitimet ekonomike kanë shkuar të gjithë për vendet e tjera. Kur e ngrën atë kupë, në fund nuk ngrën kupën për Shqipërinë. Për shembull, po marr një shembull thjesht, nëse një këngëtar do jetë në Eurovision me origjinë shqiptare, siç ishte edhe këngëtari italian, ndjes tani sepse ja harrova emrin, por ai atë ishte vërtet me origjinë shqiptare, por kupën e ngriti për Italinë. Ai Eurosong i shkoi Italisë. Eurosongu nuk është zhvilluar në Shqipëri. Imagjinoni nëse ai këngëtar do kishte lindur në Shqipëri, ai këngëtar do ishte në këto momente në Shqipëri dhe duke qenë që do ishte në këto momente në Shqipëri do përfaqësonte Shqipërinë në festival kombëtar më pas në Eurovision dhe kjo kupë do i vinte Shqipërisë. Kjo është zgjedhje më e mençur për të gjithë ne, besoj. Dua të përmend edhe diçka tjetër që ka të bëjë më shumë në aspektin ekonomik të gjës. Shqipëria është një vend që ka burime të jashtëzakonshme natyrore dhe këto burime duhet i shfrytëzojmë ne shqiptarët. Të gjithë, nga nafta dhe nga kromi, nga çdo gjë që ka sot në toka shqiptare apo turizmin e jashtëzakonshëm. Ne sot shohim një rritje të jashtëzakonshme të turizmit. Kjo është e vërtetë. Kemi shumë vizitorë, shumë turistë që vinë ta shikojnë këtë, po këto guidat duhet i bëjnë shqiptarët, po këtë shërbimin ata bëjnë shqiptarët. Pse shqiptarët shkojnë të punojnë në plazhet e Greqisë si Kamarier kur mund ta bëjnë këtu sot dhe mund të kemi një rritje të jashtëzakonshme. Dua të përmend edhe një aspekt tjetër që në BE ne vërtet duam të futemi dhe duhet të futemi, por nuk duhet ta shikojmë BE-n si një trampolin për t'u larguar nga Shqipëria. BE-ja duhet vinë në Shqipëri, duhet sjellë kulturat e saj, po të jetë një bashkëveprim, jo të humbi kultura shqiptare. Kjo është thelbi që dua të them. Të falenderoj për argumentin. Kultura shqiptare i ka rezistuar shumë tentative për të pushtuar. Kultura shqiptare i ka rezistuar lloj-lloj gjenocideve. Kultura shqiptare i ka rezistuar çdo fyerje, qoftë në evente sportive, qoftë në çfarë do lloj gjëje. Kultura shqiptare ka treguar që ja ka dalë dhe vazhdon t'ja dalë. Në argumentin tuaj të kaluar dëgjova shumë pse. Dhe dëgjova ndoshta arsye time ose mendime që unë po thosha që ne kemi lindur shqiptar, por duam të kalojmë rrugën dhe të transformohemi duke ndruar jetën si francez apo si rus.
absolutisht, nuk po e thosha këtë. Krenaria shqiptare tregohet si në vendin tonë, si jashtë vendit. Por siç e thamë në fillim, zgjedhja është individuale për çdo njeri. Përse këto pyetje i bën ju individëve që ndoshta tregojnë egoistë dhe mirë bëjnë sepse në fund ditës unë jetoj për veten time dhe jo për ju. Pse këto pyetje nuk ja bëni shtetit? Çfarë mund të bëjë shteti për ta ndihmuar Shqipërinë? Nuk po them që nuk po e bën, sepse deri tani jemi në hapat e dur. Por siç e thatë ju, i kemi kaluar shumë pushtimeve, i kemi kaluar shumë 1001 problemeve. Kemi akoma një rrugë të gjatë për të kaluar. Dhe pse ne duhet presim me vite për ta bërë këtë rrugë të gjatë? Okej, ndoshta ju do thoni ne duhet jemi pjesë e këtij procesi për të ndihmuar Shqipërinë. Okej, ndoshta ju do thoni që ne nuk duhet shkojmë dhe të tentojmë të garojmë në Eurozone, që është kompeticioni i Italisë dhe nuk është kompeticioni europian. Dhe këngëtari ka qenë Armal Meta. Pse nuk përmendi shembuj të tjerë siç kanë qenë boksierët dhe peshngritësit uzbekistanez që kanë ardhur dhe kanë përfaqësuar Shqipërinë dhe kanë arritur të ngrejnë medalje. Okej, kjo do të thënë që i bën ata shqiptar dhe nuk i bën uzbekistanez. Ky është problemi. Atëherë jo, sepse si sportistë, si këngëtarët fillim përfaqësojnë veten e tyre. Dhe Armal Meta e ka thënë vetë në një intervistë që rrënjët i ka shqiptarët dhe nuk mohon asnjëherë. Dhe kontributin ai e ka dhënë duke ndihmuar 14 familje në Durrës me ndihmë ekonomike. Ju faleminderit. Dua ta vazhdoj argumentin tim atë që ju vetë nisët në fillim. Të gjithë këtyre pushtimeve ne kemi rezistuar, të gjithë eksodeve që në fillim që nga luftra dhe Ilirisë deri te luftra nacionale shqiptare, që është lufta fundit që i ka ndodhur Shqipërisë, sepse të gjithë shqiptarët kanë qenë në Shqipëri, të gjithë shqiptarët kanë luftuar për Shqipërinë dhe kanë qenë ata, nuk kanë bërë zgjedhje të mençur të largoheshin ato momente. Zgjedhja e mençur e tyre ishte të luftonin për Shqipërinë dhe është kjo Shqipëri që ne kemi sot. Dhe dua ta vazhdoj me diçka tjetër. Ju vërtet përmendët sportistin nga Uzbekistani që na përfaqësojnë peshngritje dhe mori medaljen tonë. Po a do ishte më mirë që medaljen tonë të parë ne ta merrim me një sportist shqiptar? Do ishte shumë më mirë. Ai dakord dhe erdhi nga një arsye e tij personale. Nuk si çdo, si sportistët, si këngëtarët nuk përfaqësojnë vetëm veten e tyre, përfaqësojnë dhe vendin, sepse kur shkojnë aty shkojnë me flamur me vete. Dhe flamuri që ata duhet të mbajnë duhet të jetë flamuri shqiptar, siç i ka bërë ballë të gjithë pushtimeve që përmend, sepse këtu kanë qenë shqiptarët. Dhe diçka tjetër që dua të përmend që ju e thatë që është e ardhmja. Si do ta shohim të ardhmen? Të ardhmen duhet ta shohim Shqipëri. Të ardhmen duhet ta shohim duke punuar për Shqipërinë. Të rit e përmenda edhe më parë, janë motorë shoqërisë, me të gjithë idealin, me të gjithë forcën, duhet ta hedhim për Shqipërinë, që të bëjmë një Shqipëri sa më të mirë, të bëjmë një Shqipëri të denjë për be. Shqipërinë e bëjmë vetëm shqiptarët. Nuk e bën dot askush tjetër. Prandaj këtë e besoj shumë fort. Do ta mendoj deri në fund për 1001 arsye. Për të gjitha çdo gjë që ne na jep Shqipëria. Shqipëria nuk na mban, Shqipërinë ne e mbajmë. Nëse do largohemi ne, atëherë çdo gjë do boshatise dhe do jetë një eksod i jashtëzakonshëm, do jetë më keq se ato luftrat. Dikur nuk sa ka marr migrimi që ka çuar jashtë, nuk ka marr të gjithë luftrat, po ti bashkosh bashkë. Në të gjitha ato 500 vjet torturë me osmanët, e gjitha kjo. Mirë, faleminderit të dy. Mbaroj. Po. Janë 4. Po. Jo, 4. Duket që ju ka përfshirë debati, po sipas programit dhe formatit duhet të respektojmë ca rregulla, kështu që do japim tani edhe kohën juristë për të bërë vlerësimin dhe do shihemi pas pak për të kuptuar ose për të mësuar se cila do të jetë skuadra që vazhdon garën në ritibet. Jemi gati për të shpallur tani edhe çerek finalistin e fundit përsa i përket fazës eliminatore, për të zhvilluar nesër fazën e çerek finaleve. Kështu që është fjala për Jurin, për mos ta zgjatur, se edhe unë dua të di se kush është shkolla që ka kaluar. Jo, nuk e di. Okej, grupi unë falenderoj të dyve. Më kam pëlqyer relativisht të dyja debatet, por ky i liderave për mua ishte shumë i bukur, ishte shumë domethënës dhe realisht vlerësimet e mia të dy debatuesit, pavarësisht se qasjet ishin personale nga të dyja krahat dhe nga ana e Joanit
është po ai diskutimi që kemi bërë dhe herën e parë kur jemi takuar, kur jemi një orë. Gjithsesi, pa u zgjatur shumë, dua të uroj shumë suksese, dua që pak a shumë të grupet në momentin që debatoni dhe diskutoni dhe sillni argumentat tuaja të mos bazoheni, domethënë unë kam parë që puna në grup ju bën që automatikisht të shikoni të njëjtat burime. Por ishte mirë që ta shtrinit pak më tepër atë motorin tuaj të kërkimit personal se sa pjesën e grupit. Domethënë në sensin që kur kërkoni që të jepni një argument, mos të bazoheni të gjithë të njëjtat, se pak a shumë edhe burimet që juve të cilat ishit bazuar që cekët në lidhje me argumentat tuaja mbrojtës, ishin pak a shumë ato të njëjta, domethënë si për një grup edhe për grupin tjetër. Kjo ishte e vetmja këshill që unë do kisha që do t'u jepja për vijimsinë e debatit, duke uruar shumë suksese, po e kaloj dhe fjalën kolegëve të mi që t'japim dhe pikët. Po, mirë, përgëzime dhe nga ana ime, debati ishte shumë i mirë, dhe debati i grupeve dhe debati i liderëve, dhe mendoj që është humbje për gjithë ne që një nga dy ekipet nuk do jetë më në fazën tjetër, megjithatë kjo është gara. Më vjen mirë, në fakt mendoj që mendimin kritik që keni dhe mënyrën si e shtjelloni dhe thoni mendimin tuaj është për tu pas zili për moshën që keni dhe shpresoj që ju të përfaqësoni shumicën e njerëzve edhe nëpër gjimnazet tona, pra mos jeni vetëm ju elita, por shpresoj që njëjtë jetë situata edhe me bashkëmoshatarët tuaj tjerët. Nuk dua të ndalem shumë, debati i grupeve unë mendoj që s'kishte diferenca të mëdha nga të dy ekipet, me një emocion të vogël, po ishit kompakt, të logjikshëm, të rrjedhshëm me njëri tjetrin dhe kishte linjë logjike nga një pjesëtar te tjetri. Te debati i liderëve pastaj tema ishte interesante, spontane dhe sigurisht që do duhet përballeshit me një gjë që e morët vesh këtu. Kishim një aspekt objektiv nga njëra anë, edhe një aspekt çik më pasionant nga ana tjetër, kështu që unë i vlerësoj të dy liderat edhe besoj që keni bërë një punë shumë të mirë për kaq pak kohë sa kishit përgatitore, edhe bara ngelet për shoqen time. Besoni që nuk është një bare lehtë, sepse një debat i mirë, le të themi që na vë edhe ne si juri në vështirësi për të përzgjedhur. Sigurisht formati është i tillë që do që njëra nga skuadrat të vijojnë në fazën tjetër, por duhet ta kemi parasysh që qëllimi i Ridebate dhe qëllimi i këtij projekti që mundsohet nga organizata Liburnetik nuk është të fitojë dikush ose jo, por përkundrazi, secili nga ju ka fituar përderisa është në këtë fazë. Doja vetëm t'ju thoja shumë faleminderit për debatin që na dhuruat. Sigurisht rezultatet do thuhen, edhe ju vetë kam përshtypjen që jeni koshient. Doja vetëm t'ju thoja që skuadra e cila do vijoj në fazën tjetër, por jo vetëm të dyja skuadrat, keni parasysh të shmangni qasjen personale. Mundoheni në debat të jeni sa më objektiv duke përdorur argumenta të mirëfillta. Në hyrje dhe në sintezë keni parasysh të bëni një hapje të saktë dhe një mbyllje duke përmendur të gjithë faktorët që ne kemi përmendur nga fillimi deri në fund. Do shtoja pak këtu edhe vetbesimin. Ju e keni të dy skuadrat e keni si pikë të fortë në debatin që hasem, le të themi që nuk u ndje edhe aq. Duke mos lënë pa përmendur edhe humorin, kemi shumë nevojë për kuotë të ndryshme të cilat na japin, na thyen këtë akullin e të debatuarit. Nuk po zgjatem më lejoni t'ju them që me një diferencë të vogël pikësh, vijon në fazën tjetër shkolla e mesme Petronini Luarasi. Suksese! Mirë, faleminderit të dyja skuadrave, do të shihemi nesër me shkollën Petronini Luarasi, shumë faleminderit shkolla Ismail Qemali që u bë pjesë edhe këtë vit e kampionatit kombëtar debatit në këtë fazë eliminatore. Do të shihemi, sukses të gjithëve.